Unë tani me që kam një jetë me kauzën e grave, me që është marrësi grave, me që shikoj që gruaja është gjysmë e shoqërisë dhe pjesa më e rëndësishme e shoqërisë dhe është ajo që na jep këto produktet, do me thënë, është baza, për mua është një grua e lumtur, është një shoqëri e lumtur, një grua e suksesshme, kemi një shoqëri të suksesshme, një grua e edukuar, kemi një shoqëri të edukuar. Kështu që mesazhi ja dedikoj grave. Gruaja sot në Shqipëri është shumë më tepër se një rol, do me thënë ka më tepër se një rol. Ajo është vajza që jo ndëron, që sfidon paragjykimet, është bashkëshortja që mban gjallë dashurinë dhe respektin, jo në eshtje, por me dinjitet. Është nëna që rrit brezin e ardhshëm me forcë dhe urtësi. Është profesionistja që ngrihet çdo mëngjes për të ndërtuar një karrierë në një botë që shpesh ja vështirëson rrugën. Por mbi të gjitha gruaja është zëri që nuk pranon mëheshtjen. Ajo ngrihet kundër dhunës, kundër padrejtësisë, kundër çdo muri që i vendosë përpara. Barazia nuk është privilegj, është e drejtë. Dhe lufta e saj për brezat është luftë për një shoqëri më të drejtë, më të ndershme, më njerëzore. Sot, le t'i themi së bashku, gruaja shqiptare nuk kërkon më aprovim, kërkon hapësirë. Dhe ajo do t'a marrë këtë hapësirë. Okej, mesazhit, lutem? Atëherë, mesazhi im përsëri është për familjen, që do thotë marr shkas edhe nga libri im ai që më bëri të famshme, që sot më saktë janë e njohur këtu që mund të them mund të jap një mendim për dikë tjetër. Sepse ti e ka kaluar testin që një njeri të flasë në televizion duhet të ketë bërë diçka të mençur. Po, prandaj jo të bëj bëma Facebook, po të ketë bërë diçka të mençur. Prandaj dal këtu dhe marr shkas nga libri dhe dua që ti të kap pjesën e asaj Besmirës, personazhit kryesor që ka libri Anatomia e një vrasje. Një vajzë e rritur me dhunë, e rritur e poshtruar nga një baba që ndihej thjesht i dështuar se s'kishte një djalë, nga një nënë që ishte thjesht fajtore se bënte vajza, nga një vlla që mori pushtet vetëm se ishte djalë. Dhe dua që familjeve të gjitha, ose më saktë të gjithëve ne, ku jap si mesazh të jenë mbështetje e familjarëve e fëmijëve të tyre. Familja është mbështetje. Nëse duam të ndihmojmë, jemi një kom që duam të ndihmojmë dhe gjithmonë ndihmojmë. Nuk ka nevojë të shkojmë të kërkojmë në Facebook për të gjetur dikë për bamirësi. Ta bëjmë në familje, ta bëjmë në shtëpi. Miku që nuk bën mirë është i njëjtë me armikun që nuk bën keq. Unë duhet ta them patjetër Nuk fletarioni, fleti. E vetmja gjë është që fëmijët, baballarët duhet i duan në mënyrë të jashtëzakonshme. Boll i keni sulmuar baballarët. Ua sa më pëlqeu kjo. O sa dua prit. Shkojmë në reklama, jo nuk ka më kohë dhe takojmë me njerë në akuzë.